Natën e ndërimit të moteve, qytetarët e komunës së Gjakovës kryesisht do ta presin në shtëpi, por do ta shfrytëzojnë edhe hapësirën në qendër të qytetit. Na pret një punë shumë e madhe, një viti tjetër, besojmë dhe shpresojmë që na shkon një vit i mbar, gjithë qyteti të gëzuar dhe sofra sa më shumë të mbushura dhe të punësuar njerëz sa më shumë. Natën e vitit të ri ta presim në xhirin familjar, me familje, mas orës 12 me qytet më kryetaren. Kemi vendosur natën e ndërimit më të moteve ta festojmë në Gjakovë. Arsyeja se këtu e kam familjen edhe atmosfera është shumë e mirë. A jeni organizuar me shoqëri apo çysh? Po, kemi organizuar. Po do ta presim në ambient të hapur. Nga ana tjetër, policia e Kosovës stacioni në Gjakovë në natën e vitit të ri si çdo herë do të jenë në gjendje gatishmërie. Ne kemi hartuar planet operative që janë kuadrat e zonës së përgjithësisë së Gjakovës, natyrisht janë të ardhura nga drejtoria e përgjithshme të policisë që natën e vitit të ri, të gjitha festat të fundvitit të kemi patrulla në tren mobile të caktuar që do të jenë ngatshëm për çdo veprim të mundshëm natën e vitit të ri. Edhe ekipi kujdestar i qendrës kryesore të mjekësisë familjare është i përgatitur për çdo eventualitet. Stafi i qendrës mjekësisë familjare, kryesore të mjekësisë familjare është i mobilizuar dhe si çdo vit, edhe si vjet e ka ekipin i cili është caktuar në kujdestari, do të thotë në ndrimin e natës, i cili zakonisht fillon prej orës 8 të mbrëmjes deri në nesërit në mëngjes. Si çdo vit, theksulla dhe si vjet janë në kushtet e njëjta me ato që posedojnë njësia jonë urgjente. Mirë po vetëm duhet të shtoj që për shkak të disa renovimeve, të cilat janë ka bërë këto ditë, njësia urgjente e qendrës kryesore të mjekësisë familjare është e bartur në qendrën e mjekësisë familjare në Orize. Por që çdo gjë të shkojë mbare mirë, komandanti i stacionit policor lut qytetarët që të festojnë me zemër e jo me armë. Unë i apeloj gjithë qytetarëve që të festojnë me zemër e jo me armë. Sido që të jetë të festohet në shtëpi, në rrugë ose në lokale, 2014 pritet të jetë viti i zhvillimit e përparimit.